janë mbushur 20 vjet nga vdekja e presidentit historik të Kosovës, Ibrahim Rugova. Presidenti Rugova në 20 vjetorin e vdekjes u përkujtua dhe u vlerësua si një figurë e pazëvendësueshme historike e politike e Kosovës. Vitet e para të pas luftës ishin mjaft sfiduese edhe për sa i përket situatës së sigurisë në vendin tonë. Presidenti Rugova ishte cak i disa tentativave të atentateve derisa bashkëpunëtor të ngushtë të tij, si Enver Maloku, Gjemail Mustafa, Smail Hajdaraj, Shaban Manaj, Ug Bytyqi e tjerë u vranë vetëm pikërisht për motive politike. Ish pjesëtar i njësisë së mbrojtjes së afërt, Fidair Berisha ka folur për gazetën Bota Sot rreth sigurisë së presidentit historik të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, në periudhën e pas luftës, duke e theksuar rreziqet e shumta dhe përgjegjësinë e madhe që kishte kjo detyrë. Pas periudhës së pas luftës në Kosovë ndodhen disa atentate ndaj figurave politike dhe jo publike, dhe ndaj këtij rreziku nuk ishte imun as presidenti historik Ibrahim Rugova. Në këtë kontekst u pa e domosdoshme që sigurinë e presidentit ta merrte në dorë shteti me mekanizmat e vet të sigurisë, duke ngarkuar policinë e Kosovës, konkretisht njësinë për mbrojtje të afërt, shprehet Berisha. Ai tregon se si pjesëtar i policisë së Kosovës pati fatin të jetë pjesë e kësaj njësie elitare, si pjesëtar i policisë së Kosovës pata fatin të jenë pjesë e kësaj njësie, një detyrë që kërkonte përgatitje superiore, për kushtim të lartë, vigjilencë të vazhdueshme dhe koordinim të ngushtë me strukturat e tjera të sigurisë. Angazhimi ynë përfshinte planifikimin e detajuar të çdo lëvizje të presidentit, sigurimin e aktiviteteve zyrtare dhe vlerësimin e rreziqeve të mundshme në çdo moment. Berisha thekson momentin e besimit institucional nga ana e presidentit Rugova. Pas disa atentateve dhe kërcënimeve serioze ndaj jetës së tij, presidenti i Republikës së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, ja besoi sigurinë personale pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Ky akt besimi nuk ishte vetëm një vendim personal, por edhe një tregues i rëndësishëm i konsolidimit të institucioneve të sigurisë në Kosovë. Bashkëpunimi ynë kontriboi në ruajtjen e stabilitetit institucional dhe në garantimin e ushtrimit të lirë të funksionit të tij në një periudhë sfiduese për shtetin. Duke folur për përgjegjësinë profesionale dhe morale të kësaj detyre, ai shton: detyra e mbrojtjes së presidentit Rugova përfaqësonte një përgjegjësi të lartë profesionale dhe morale. Aktivitetet e punës në këtë detyrë kërkonin vigjilencë të lartë, përkushtim maksimal dhe profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Fakti që gjatë kësaj periudhe nuk pati asnjë tentim atentati është dëshmi e efektivitetit të njësisë dhe e besimit që presidenti Rugova kishte ndaj pjesëtarëve të njësisë për mbrojtje të afërt. Berisha nënvizon se mbrojtja afërt ishte shumë më tepër se siguri fizike. Mbrojtja afërt nuk ishte vetëm mbrojtje fizike, ajo përfaqësonte edhe një përgjegjësi institucionale dhe morale për të garantuar që figura më e lartë e shtetit të ushtronte detyrën e tij në ambient të sigurt. Kjo detyrë vazhdoi deri më 21 janar 2006, datë kur presidenti Rugova u nda nga jeta. Në fund ai përmbyll: përvoja ime me këtë detyrë mbetet një nga momentet më të rëndësishme dhe të paharrueshme në karrierën time, duke konkluduar se mbrojtja e institucioneve dhe e figurave të larta është jo vetëm një detyrë, por edhe një nder dhe akt patriotik.